Çështja e ish kontraktorit të CIA-s Edward Snowden vijoi të ngrejë tensionin mes SBA-ve dhe Rusisë. Marrëdhëniet dypalçe me Shtetet e Bashkuara janë më të rëndësishme se sa grindjet mes shërbimeve sekrete, tha presidenti rus Vladimir Putin në komentet e tij të fundit në lidhje me këtë çështje. Shefi i Kremlinit sqaroi se Snowden është paralajmëruar ndaj çdo aktiviteti që do të cënonte marrëdhëniet dypalçe. Presidenti rus Vladimir Putin, duke folur para gazetarëve nga qyteti lindor Chita, mbrojti të drejtën e Moskës për të pasur një politikë të jashtme të pavarur, pasi Shtetet e Bashkuara përsëritën thirrjen e tyre që t'i dorëzohet Snowden. 30 vjeçari aplikoi të martën për azil të përkohshëm në Rusi, ndërsa ai kërkohet nga Amerika në akuzën për publikimin e informacioneve sekrete të vendit. Ish agenti i CIA-s ka qëndruar për 3 javë në zonën tranzit të aeroportit Sheremetyevo të Moskës. Për shkak të anullimit të pasaportës nga Shtetet e Bashkuara, ai nuk ka mundur të përfitojë nga ofertat për azil nga 3 vende të Amerikës Latine. Moska zyrtare ka paralajmëruar ish kontraktorin e Agjencisë Kombëtare Amerikane të Sigurisë që Rusia nuk do të tolerojë asnjë aktivitet të tij, i cili do të dëmtonte raportet me Shtetet e Bashkuara. Të martën zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Jay Carney përsëriti që Snowden duhet të dorëzohet autoriteteve gjyqësore amerikane, pasi ai akuzohet për vjedhje të dokumenteve shtetërore dhe rrjedhjen e informatave sekrete në publik. Carney ka thënë se Snowden nuk është aktivist i të drejtave të njerëzit dhe se ai nuk është disident që kërkon mbrojtje nga persekutimi politik. Ministria Federale Ruse për Emigracion tha se procedurat e rishikimit të aplikacioneve për azil mund të zgjasin deri në 3 muaj, para se të vendoset nëse Snowden do të marrë azil të përkohshëm.